Po pse me delet? Pse jo me dhit për shembull? Po mirë, dhe me Ke, më the dhi, po jo ai sa dele. Pak, ndjem çik më mirë me delet, me rata, kupton? Pse? Janë çik më të lodhshme, të mundojnë dhit. Se këto jemi më të ratshme. Po ti vëdhe që e kishe me qefër e këtë salat. Tani qef kemi, ne do punojmë për të vdesim me puna. Po pse dhit janë Të lodhin më shumë. të lodhin më shumë. Në fakt të dhit ngjiten edhe në për shkëmbë. në për shkëmbi. Në vështira, sikur delja vetëm fushë. Po. Po kush është më e pastër, dhia apo delja? Dhia është më pastër. Kush e ka mishin më të mirë? Dhia. Dhia? Po dhia. Mishi dhisja do. Po Izmeti nuk ja bën. Kur i thonë, Dhia e ka më të mirë mishin dhe djathi një ka më të mirë për shembull. Dhia. Ti je i vetmi që jeton këtu në fshat nga familja? Unë me mamën kam ngjitur. Vetëm me maman. Po vllai është në Itali, martuar, motra e martuar. Vllai është në Itali? Po. Sa vite është më i madh se ty? 5 vjet. 5 vjet. Po një nga motrat sa më e madhe? Njëra është 2 vjet më e vogël, njëra është 2 vjet më e madhe, është 2 vjet më e madhe në vllai. Motra është e madhja fare. Motra vllai. Motra ka qenë e para. Po, se jam unë, se motra tjetër është 2 vjet më e vogël nga mua. Si ka qenë një familje me 4 fëmijë këtu jeta në fshat? Shumë pak me mundime, me vajtje. Edhe fshati ka një gjë që ka dhe punë. Po ti se ke provuar qytetin? Kam provuar pak kohë. Ku? Ndej në Tiranë. Qëndrove në Tiranë? Pak kohë, kam qenë pak kohë një migrim jashtë. Ku? Në çfarë vendi? Në Greqi. Sa pak? Në një 2 na 3 muaj. Që shkoj edhe vije? Po, më tash po. Brenda vitit? Po. Çfarë punë bëj atje? Kem punuar edhe kështu ndërtim, në bujqësi. E lodhshme, mundimshme, i varur nga tjetri. Ato gjëra se bashkë me mirë po rritë puna ime të vendi im. Base u stabilizova, nuk kam lëvizur. Pse nuk të paguanin mirë në Greqi? Jo se nuk pagueshem mirë, po nuk e di, nuk dukte se ku nuk ja vlente. Pse? Ma thuaj çfarë mendon, si e ndjen ti? Për ai sa punoj nuk paguesh asnjëherë, për shembull, për ai punë sa bëje. Po në Tiranë sa qëndrove? Po, kam qenë në Tiranë. As në 5 muaj. Pse? Se shtuja do nuk përballosh jeta, ishte shtrenjtë. Ishte shtrenjtë Tirana. Jeta ishte shtrenjtë. Dita punës ish pak. Po. Po aty në Tiranë çfarë punë bëre? Punoj me imobiliari. Marangoz. Hajde themi si marangoz, se ne jaj gjatum për shembull, po. Ndihmës. Sa të paguante ishte ndihmës marangoz? Sa paguante atë kohë që rrejon 450 lekë. Çfarë viti fillove punë? Shumë në vit 13 na, nuk e di. 13 ndosë. Në 2013. Po pastaj çfarë tha babai me nënën? Po i provove nga doashta më, nëse ndihesh mirë këtu hajde ktheu këtu, nëse jo. Sa po mirë, ke qenë edhe, shiko, ke qenë gati 23-24 vjeç atje? Po. Po shkollën se mendove asnjëherë ta bëje? Ja, nuk e vendova. Një shkollë profesionale për shembull. Nuk atë nuk. Kishe bërë një elektricist, një marangoz, një... Sa është se kisha shumë prirje për ato gjëra, nuk. Të pëlqen sporti? Apo s'intereson fare? Çka është vërtet afare, nuk e shikoj ne. Po çfarë ke pasion tjetër? Po, ose çfarë kem pasion tjetër? Po muzikë dëgjon? Po. Muzikë. Çfarë muzike pëlqen? Më shumë popullore. Muzika popullore? Po. Po këto muzikat e kohëve moderne? Rrallë. Si ke me qef? Spara ka me qef. Ke ndonjë këngëtar të preferuar? Nga këta të popullor, po. Ka? Është Ylli Baka, Dule Malindi. Kemi na Skarpari, se këtu jemi nemi kufi me Skarpari. Edhe një fshat si për me, pastaj fillon fshatet e Skarpari. Po ti je Gramsciot? Gramsciot. Babai jeton? Nuk jeton më. Nuk jeton më. Sa kohë ka që nuk jeton më? Ka gati 2 muaj. Pas ka vdekur tani vonë. Po. Çfarë ndodhi? Ai smur me tumor. Sa vjeç ishte babai? 68. 68 vjeç. Ke qenë i lidhur shumë i bie me babai. Patjetër, se ti gjithkohën me të. Po. Po ka qenë ikje shpejtë me një hershme apo? Po vajti ka të një vit e gjysmë. Deri një operacion. U mor me kimioterapi e çon në Itali, bëni mamë. Ja bën gjithë trajtimin atje në Itali. Sa një vit e mirë. Ku e mund të të pyes ku e kishte? Kokë. Në kokë, e kuptoj. Një vit e mirë, pastaj. I dhanë shpresë mjekët? Po këtu the ndryrjen e bëjë këtu në Shqipëri ai. Nuk kishin rruar akoma letë. E na dhanë shumë shpresë. Që është shpresë kot. Nuk ja doli vetë. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.